Përshëndetje miq, jemi këtu në episodin e radhës të Kapët e Futboll, bashkë mu me Enisin, ne ndryshe nga radhët e tjera, kena pas kampion, kena pas ndeshje të kombëtarës, që pam dje ndeshjen, deri diku zhgënjyese, për mendimin tim, po do t'i futeni më detajisht në vazhdim me sipër. Radhë parë, se t'jeni mirë dhe të kemi shiju të ndeshje kombëtarëve të ndryshme, të ekipeve ndryshme. Unë do filloja direkt të ndeshja kombëtare, zbot fjalë të ndeshja me Anglinë. 2-0, okej, nuk u priste, ne të fitonim ose të bënin diçka, po materiali që kemi neve në lojë, po themi edhe në këtë lloj statusi që jemi, nuk u priste asnjëherë që në Shqipëri, kur kundër Shqipërisë, kundër Anglisë të ishte diçka e tillë. Dhe ne të prisim që të dominonim lojën, fitonim, se të thash të lloj gjëra. Kush i ka menuar ka qenë pralla më mret. Tash të flasim realisht. Tash trim shtrem dhe flasim drejt i thënë asaj fjalë. Themi realist nuk u prisin njëri, po thjesht me cilin që kemi në fush, ne presim që të bëjmë diçka ndryshe. Për shembull, nuk kemi me kombëtarin që ka pas të bjazë, ose dhe më pare që nuk ka pas cilësi. Tashi, një nga këto lloj gjonash është këtu, shikoj, se kapin gjithë lojtarët që kemi neve, po lozën kampionatet të forta. Udhuni, Aslani, Bajrami, është Gjimshiti, për shembull që niveli i Gjimshitit është mbrojtës tek Atalanta që sezonin e kaluar ishte kapiten dhe mori Europa Ligën, Rafi Leverkusen. Strakosha që ka qenë, është Balliu, që janë nivele të mos kalem pas të mund që je tek Broja, tek Arbo Hoxha që këtë gjithë media spanjolle se që i boni Dinamo Zagreb Arbo Hoxha për shumë beti se për shumë. Janë detaje që jemi në nivel se cia shumë e lartë. Prandaj ne pritshmëritë tona janë më lartë në për këtë lloj arsye, du të sqaroj këtë lloj gjëje në radhë parë. Fakti tjetër është që kena na shklodhe të neshëstika kjo lloj teme që kemi bë me kundër Silvinjas, formacioni zëvendësimi. Ai ka i gjë që se kanë kuptuar akoma, që nuk e di pse është fiksuar akoma s'është fiksuar me një gjë standarde. Të formacion standard tipik, ka ati që tush patjetër do bëhet ky lloj formacioni dhe ta di. Tash ideja është e tillë, që nuk u prisi diçka e tillë. Më pas shohim diçka të rëndësishme. U bë një lojë e bukur, Anglia u prisi që të marrte topi më shumë, nuk u bënte diskutim. Bën lojë të bukur, por gjë që ishte u mor me shumë emocion nga lojtarët tonë. Pash disa raste ishte Hasani dhe Bajrami që nuk poshin të pasat më elementare, ose Ajeti ose Alije, nuk poshin të më pasë më minimale, e nëzirëshin një ashfare, o boshin aut, nuk t'ishim me stopu topin, emocione, nuk i bëj diskutim. Në të moment për losën Wembley, për losën e lojtarë, shumë nivellet të artave, jam dakord. Në fakti që mu nuk përqeu, që ta lidh me gjonë më parë, është e Silvinjo që kënë një lojtar kundërshtar që, do të themi, Pickfordi losë në Angli. Walkeri ishte në Angli deri para disa muajve. Konsa, Burnley, Lewis Skelly, Rice, Jonesi, Rashfordi dhe Foden janë gjithë lojtarë. Sa lojtarë momentalisht nuk janë në Angli, janë 3 lojtarë, Bellingham, Kane, Walker. Të 3 lojtarë momentalisht nuk janë fare në Angli, nuk po losin në Premier League. Po këto lojtarë është i di Broja. I di shumë mirë, që nuk e fut Brojën, okej, fakti dëmtimit, por mu tuk sikur ekipi jo nuk u priste që të losë me një ekip të tillë. Sepse nëse ti, për mendimin tim me po me logjik menaxheri, është, po Broja, ti merr vesh këto lloj lojtarësh, hajde çik po. Pilon Fistego, bam, hajde më shpjegoj çik me, unë jam trajner valla, po ti ke lut me të, ti ke prek në fush ato, ti e di kush është Pickfordi, se ke shok skuadrë, ti e di kush është Fodeni, se ke lut kundër Fodeni.
Rice, Jonesi, Walkeri, më thënë, hajde diskutojmë një herë për këtë. Për këto lloj lojtarësh, hajde diskutojmë ta bëjmë. Ajo momentin që u fut minutë 60, pa boni 2-3 shkëndije që ishte një ai kalimi i herë që hodhin tokë fare, atë herë që nuk e pom pasin, po nuk u shfrytzu tamam. Okej, erdhi po vjen nga dëmtimi, jam dakord, ka nevojën e vet që të rikuperohet plotësisht, se nuk është 100% që në vet, jam totalisht dakord. Për paktën, mu nuk më duk fare informacioni që mund të merrte nga broja, nuk është marrë se do ishte ndryshe loja. Lojtarët do ishin të pritshëm, do ishin më ndryshe, do ishin kundërsul me Anglinë do ishte më ndryshe. Nuk u fut ndaj, kundërsulm jo, pas nuk u tentu të bënte kundërsulm. Sepse nuk ishte fare, Asani nuk është nivelin, sado që ka goditjen shumë të mirë, Asani nuk ka lëvi nivel që të luftoj, kale crown, të rejsi, kundërsulmi ateka ose vrapin. Ishte një rast për shumë që ja dha broja me kokë, për nuk e kapi do të ritmin e hoqë, lehtësisht fare mbrojtës. Kemi atë që është, prandaj u donte Muçi, Arberhold, Gjap, për shumë Pajaziti ishte i lezetshëm për shumë, dhe të lojtarë të shpejt, pa themi kundër Anglisë, që varet për shumë tonë kundër Andorës që të kemi neve dhe jetë nivel tjetër. Kundër Anglisë, po themi, tjetë pak në diçka më ndryshë. Nuk u priste diçka e lojë më agresive në Shqipërisë, më e përgatitur mi nga ana menaxherit, nga lojtarët punë ditës ato janë s'kena çfarë më i bë. Kjo është, domethënë, ne presim tash kena tonën me Andorën. Ndeshje e rëndësishme, themi atë që është shumë super e rëndësishme. Kemi një ndeshje që Andora u rraf nga Letonia, kush ishte nëse u rraf nga ajo. Tash në fund ditës ne do presim kena shansin që të rrafim Andorën, edhe të marrim ato 3 pikësht dhe të shpresojmë që të marrim mos gabim me këto të voglat, edhe Serbisë të marrim pikë, sepse Anglisë ishte më së ditur që nuk do i marrim dot pikë, po i marrim barazim jemi me fat. Edhe të shohim ndeshjet e tjera. Kemë pas edhe të Nations League, po kalojm pak tek ndeshjet e tjera që janë luajtur, ka qenë Nations League, pisa tash që shkohet deri në finale. Ishte Italia me Gjermani që ishte Italia në avantazh, ja ktheu Gjermania në pjesë dytë. Është Danimarka me Portugalinë që është lundi shënoi një gol dhe prinot Ronaldos në atë moment e boni thunë mes stadiumit. Përveç sajt ishte gjë tjetër interesante që Portugalia vërtet Ronaldo do ta kuptoj që të paktën të filloj të ndihmojnë në stërvitjen dhe në stafin menaxherial ose si nxitës për shumë për lojtarët ose për trajnerin, për skemat, për të është, sepse në lojë është shumë i ngadalë dhe ka humbë shumë rast drejt për drejt me portën. Okej, je legjend, e ka ngritur Portugalinë në një nivel që Portugalia nuk u dinte dhe vërtet i dhe trofe etj, por roli më i mirë i një personi është di kur të tërhiqet nga ta kuptoj momentin ku duhet të tërhiqet, ta kuptoj sepse nuk je më në nivel në atë status. Kishim Kroacinë që dominoi kundër Francës, që Kroacia është Kroaci, po nuk është më ajo Kroacia që ka qenë, por prap muhabite me Francën. Shne që u bën atë lloj forme. Ishin ndeshje e bukur Hollanda me Spanjën, që është 2-2, Hollanda me karton kuq, Jamali ishte fantastik, parë ishte i boni ato të Hollandës, i boni shumë me për vjellat, me pikokra, kupto se ishte aq rënd, ka qenë ishte super lojtar, me atë Nico Williams, nivel tjetër. Ishim
Në Afrikë, Brazili fitoi kundër Kolumbisë 2-1. Egjipti po ashtu ka fituar 0-2 kundër Etiopisë, më duket, Ethiopia, po. Edhe tash ne kemi ndeshjet e rikthimit nesër, janë ndeshjet e rikthimit të kësaj ndeshjes finales dhe kjo është ajo që jemi në gjysmëfinal, në çerkfinale, një tetat, edhe nesër do bëhen ndeshjet e rikthimit të këtyre ndeshjeve që sapo diskutova. Dhe të honën kemi ndeshjen e Shqipërisë me Andorrën dhe që do ta flasim dhe do ta diskutojmë. Përsëri, prapë do kemi episodin e ardhshëm. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe shkruani komente, mos harroni ta bëni subscribe edhe rini sa më pozitiv.